Myrto Uzuni njihet tashmë si lojtari i tretë në historinë e Austin që regjistron 10 gola të shënuar. Më parë këtë shifër kishte arritur Maxi Urruti dhe Gia Zardes. Uzuni shënoi pikërisht në ndeshjen e parë të sezonit në Minnesotës, ndërsa Austin u ndal në barazim 2-2. 9 golat e tjerë i kishte shënuar përgjatë vitit 2025. Duhet thënë se Urruti mban rekordin në klub me 11 gola të shënuar në 64 ndeshje. Uzuni ka të gjitha mundësitë që të vendosë një rekord të ri me Austin që garon në Major League Soccer prej vitit 2021. Sulmuesi shqiptar numëron 35 paraqitje në total deri tani. Vetë Uzunin e lidh një kontratë deri në fundin e vitit 2027. Lojtari nga Berati ishte po ashtu pranë një kalimi të Trabzonsporit në merkaton e dimrit, por klubet nuk kanë dakord për kushtet financiare. Myrto Uzuni ka nisur me ritmin e duhur këtë sezon në Major League Soccer duke qenë protagonist me gol që në ndeshjen e parë të skuadrës së Austin. Sulmuesi ka lënë pas krave transferimin e dështuar gjatë janarit në kampionatin turk dhe tashmë duket se është fokusuar plotësisht tek ekipi amerikan me të cilin do të vijojë karrierën e tij. Ashtu siç pritej, Uzuni ishte titullar në duelin e javës së parë të kampionatit, atë që Austin luante kundër Minnesota United. Ai ishte protagonist në disa aksione sulmuese për skuadrën e tij, ndërsa la shenjë në minutën e 76 të duelit, kur ja doli të devionte para portës topin për golin e avantazhit të përkohshëm 2-1. Për fatin e keq të Uzunit, ky gol kishte vlerën vetëm të një pike pasi Minnesota barazoi në minutën e fundit. Megjithatë, ky ishte starti i duhur i sezonit për Uzunin pasi synon të tregojë në vitin e tij të dytë në Major League Soccer se është përshtatur tashmë plotësisht me futbollin në këtë vend dhe do të bëjë përsëri bomberin siç kishte treguar në vitet te Granada në Spanjë.